Baba e udhëheq një hotel atje. E ka edhe hotel edhe restorant. E nëse më vyn mu në punë atje, a na merrnin punë? Po nuk ish kam problem, po thoj këta të Kosovës po punojnë. Ko me marrë puna, ko me bë punën me punu për shtëpis, e ku më kthy në Kosovë. Kush të më ka marrë seriozisht deri e ku më bë. Përshëndetje. Ju jeni? Liridon Makiqe. Liridon, sot e kam temën e lirë, sa jeton në Kosovë Liridon se e kam për gyrë beqare, kam temën e sot e kam sa ju mungon Kosova edhe sa, pa je në Kosovë jeton apo nuk jeton? Ka mungu Kosova shumë, po që 2 muaj që më kthy në Kosovë, me jetu. Je kthy për ketë? Për krejt. Seriozisht? Po, seriozisht. O, ka lindi ideja, që so vjet je në Gjermani? Me 7 vjet kom dalë në Gjermani, jam rritë në Gjermani, e kom kryer edhe shkollën atje, edhe tash kom vendosur domethënë me grua me fëmijë, më kthy për gjithmonë në Kosovë. Se jam dalë në kohë të luftës edhe më ka mungu. E ke marrë nusën Kosovës apo e ke marrë nusën në Gjermani që ka jetu në Gjermani? Nusën e kam Shqipërisë, Tiranës. Tiranës. Do me thonë, nusën e ki Tiranës edhe qysh e priti nusja kthimin e saj me fëmijë në Kosovë, sepse në Kosovë çdo i dyti njeri thot qysh me dal jashtë Kosovës, qysh me shku në Gjermani për një jetë më të mirë, një sigurim shëndetësor, një të ardhme për fëmijët më të mirë, sepse nuk shumë njerëz peshojnë Kosovën shumë terr, shumë zi. Kështu që çfarë është ajo që të ka shtyt ty, mu kthy në Kosovë dhe më të dhëz atë dritën e lumturisë, dritën e krenarisë për më kthimin në Kosovë? Është e vërtet për shembull për këta që jetojnë këto, shumica i kanë për shembull pagat me shumicë po flas, i kanë pagat e ulta dhe me vërtet që son ja del se nis muaj në diçka dhe është problem ja dal. Unë kam punën për Gjermanisë. Ti ke arë veç me banu në Kosovë, se punën në rrogën e me në Gjermani, që është të sukur ti kua me gjithë, po vallahi. Qështë, po? A do të më kthy kërejt njerëzit që punojnë për i shtëpisë, më kthy në Kosovë edhe më kënaq? Kush e ka mundësinë që mundet me punu për shtëpisë, e me jetu në Kosovë, si kur vene jetë se gjanë kërkën. Mas po e rahatin shpirtënore, e dyta edhe për fëmijë, edhe kur e ki mundësin, kur ki pare, të nuk i varën më diçka për shtetet, të e ki jetën private. Ti ke lanë atje? Atje e kum lanë. Se pagun më heq? Jo. E ku shkon nëse do në me shku në Gjermani tani? E kam babën në Gjermani. Jo, që e ki atë. Unë e kam ullë qelë, Normal është ajo. Ti je kthy kur lindi ajo shkëndia për kthimin në Kosovë? Plus, më falë që për ndërprej, plus baba do më thonë e ka dhe hotelin atje në Gjermani, do më thonë kur qëka e kam shumë... Babën me hotel për normal, kur ta ti babën me hotel me restoran normal që shte e shkur dhe ush? Orex Grillhaus në Neustadt Weiblingenit, bajmë Rathaus 9, rruga, edhe ka ushqime, është në rrethin Stuttgartit, në Weiblingen, ka ushqime tradicionale, i banë bukë më mirë, jo që e kam shësënëzisht. Kur do të me ardhë one me përparimin edhe me hangër qatë bukër që aty me fletë qatë hotel edhe me ju kalëzu njerëzë që këka buka mirë, këka fletja mirë. Kur dush për me pa pare e ki. Une për thirë për me e ki pa pare. Sa ditë? Me bilet me ketë pa pare? Me bilet me ketë pa pare, hesh për me e ki, vesh? Oke, kina me ardhë, edhe kina me pa, për sa fërmi edhe kina me pa intervista. Qa qeter? Baba e udhëheq një hotel atje. E ka edhe hotel edhe restorant. E nëse më vynë mu në punë atje, a na merrnin punë? Po, nuk ish kam problem, po thoj këta të Kosovës po punojnë. Kur zove pi gjumit edhe more vendimin për mu kthy në Kosovë? Jo. Kur e kuptove që do mu kthy në Kosovë? Edhe, veç më edhe qysh e pritën njerëzit, shoqënia, familja, kthimin tanë në Kosovë, sepse mu rritë në Gjermani edhe mu kthy në Kosovë, me grua, me fëmi, vallaj gratë tona, a vesh mi mytë, në tabot po, se kështë së një. Shiko, kur kom dalë për Kosovës, e kom pas atë menim. Nuk është që e kom marrë atë vendim kështë, po gjithë e kom pas atë vendim pe që e kom lëshu Kosovën. Edhe gjithë e kom thonë, në gjashtë që kom e arë puna, kom e bë punën me punu për shpis, e kom u kthy në Kosovë. Kështë më ka marrë seriozisht, dere e kom bë. Edhe gruja e fëmija normal që kur të vjen pushim në Kosovë, është jeta ndryshe se jem pushim, del, është jeta e mirë. Kur jeton thot çaj po thot, jo valla se na të bëna seriozisht se mas viti trishkën. Jo, nëherë se kam njetë, nëherë mirë është të shku, nëse jetë që shto, sikur që tash nuk zbesaj që këthejna. Qysh e pritën familjarët, shoqënia, edhe Gjermanë, nuk kam besu, kanë menu edhe shumica, më kanë thonë 3 javë det kime najtë edhe kimu këthy. Edhe
As shoqënia s'kam besu. Jo, ti me rrugë Gjermanisë. Edhe nusja merr rrugë Gjermanisë. Hala jo po Jo me pritet. rrugë Gjermanisë, vëllai rrini në Kosovë, as keni me pagu shtëpi, as keni me pagu qira. Në Kosovë keni shtëpinë e babës, a e keni? Po. Kosovë ka akoma mirë me pas rrugën Gjermanisë sa, po shka me shku jashtë Se Kosovës. s'ja vlen e vërtet. Ani mo baba me hotel. Oha. Vërtet. Sa fëmijë ki? Një djalë kam. Një djalë. Sa vjeç çfarë djalë? 6 vjeç. Ka hi drejt se ka kry qerdhën atje, u kom kështu një kombinim, u hi drejt se kom regjistru prej atje që në shkollë këtë edhe u kry. Është ambientu. Po, mirë është E kam ambientu. Gjuhën e ka ditë se edhe na shqip kena fol në shtëpi. Më thonë kom pasi rregull në shtëpi me fol shqip. Allah hilet kajtini me preardhje. Bashkë po më intereson. Qa që ku pje qaj mas shumë ti. Koko të vështrije sa. Au! Pa tja, son theshe me naj. A bashkë vështrije si e? A e pe qaj një rosit. Në qëre, na që punojna me Gjermani, nuk e kena kohën. A kur keni qaj rosin në hotel në Gjermani? E kena plan me bo, po është të vërtet, e kena plan me bo, po halasëm. Se bani hece, vallahi, gjygyma s'kini hesap një dja. Se thëjnë uje Gjermanijës për vëne keni farë guri. Jo, atje e blen ujt. Po uje blem, se i pa blem më kanë së bajke, ama uje blem i Gjermanijës për baj keni farë gurin gjygëm. Po ta thaj ke gjygym. Dish ka ka ban nusja e Tiranës kur ka ardhë në vështre nuse, shka ka ban kur e ka pa qajnë e rusit, shka ka ban që ja ka hek qajnë e rusit, shka ka ban? Po mos pore se ka dit as qasht, as shfar qajë. Jo, e ka dita, e ka mësu që gjygymi vogëla me qaj, gjygymi madha me val. Po e ka mësu mos anej. Qa ka ban për mi u duk malet? Ja se di. A di qa ka ban? Ha? E ka mu gjygymin e valjes me Coca-Cola. Edhe ato se këshin kuptu. Thuj në sostone moshe gjygymin me Coca-Cola kur t'ka musafir shumë, s'pe marshin vesh në vështre se shka. Ja, loj, kur ti për 20 qoja, mos e merr vesh, për Jo, garanti. se merve vërteto. Çfarë mesazhi ju kështë dhënë gjitha atyre njerëzve që jetojnë në jashtë Kosovës, edhe kanë me dy menje për më kthy ose mos më kthy në Kosovë? Ka shumë mundësi, edhe munën me më kontaktu nëse kanë interes për më kthy, ka plot zgjidhje. Cilat janë ato zgjidhje të kthimit? Po, ka plot, Thehuni, Fertuzi, Kraje Ulqinit, ka punë, Thehuni, ka punë për shtëpis. Ka punë për shtëpis që mundën me punu, ka plot punë shtëpis që i njaf edhe këtu në Kosovë që ofrojnë punë për shtëpis, edhe paguhen shumë mirë. Edhe nuk ja, për shembull nëse e merr në 2.000 euro për shembull në Kosovë janë sikur më i marr 6.000 euro në Gjermani. A e kelon atë stresin e Gjermanisë jashtë? Çka është një për arsye? Edhe çka është një, po seriozisht. Kur ke ardhë në duket je kanë pak më i zbet. Je kuqët. Kjo është edhe një prej arsyeve se këtu kur qohesh me ngjeste nuk e ki asnjë lloj stresi. Ja ku të qohësh ja valla, Kosovë ku të qohësh me bismila jargonin, ki me donë dritare, ki me thonë zot shqyqër, bile qira nuk paguj. Po, Se me baba ta ka marru shtëpia, normal se me pagu qira, kur baba i ka shkri shkreti, ketë njerës dhe veta në shtëpi. Qështë është, po shazotin. Jo veç për shtëpi, po edhe tjerë, çështë janë gërbeqarë, çështë janë kanë, po atë kanë thonë shok Gjerman që kanë me anë Kosovë me vizitu. Po, edhe i kumpru, edhe kjo jeton në Gjermani kolego, edhe kjo ardhë me mu, kam ardhë nesër edhe një tjetër vin plot tash me vizitu Kosovën. Seriozisht? Po. Bravo të koftë, qysh pjo do këtë të me Kosova kur po vinë? Po, këti për shembull kjo është turk, këti pjo do këtë njëjtë, sikur në Turqi nuk është ndonjë farë dallimi i madh, në Gjermanë vjen nesër, tash të shoh. Nesër shohmi na 2 apet me Gjermani. Nesër intervista tjetër me Gjermanit. Ju të dashur me që rrini me neve sepse gjanat e mira i se dhe veç nga Kosova Info ju informon për çdo gjë.